Edhe për përgatitjet për zgjedhjet lokale do flasim në vazhdim bashkë me Sokol Halitin, kryetar i komunës së Vitis. Zotri Haliti, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje gjithashtu. Ndalemi fillimisht tek ngërçi politik i cili është krijuar në kuvendin e Kosovës, ku nuk po arrit të bëhet konstituimi i këtij institucione. Si e keni parë gjitha qëndrimet e pandryshuara të partive politike? Po përgjithësinë e kohës që vërtet ka dolë i pori dhe ka fitu zgjedhjet, nuk mund të akuzojmë gjitha partitë politike për shkak mosnurjes përgjithësisë porit për me kriju institucionet. Megjithatë, Lidha Demokratike e Kosovës ka formuar një agjendë për formimin e një qeverie të unitetit kombëtar që ne ka propozuar, ku vërtet me 15 pika e ka precizuar saktë se si mund dilet nga ky ngërçe, nga kjo mulliç që ka vërtet shtetin e Kosovës. Konstituimi i institucioneve të Kosovës, i kuvendit dhe qeverisë është vërtet një papranueshëm. Prandaj fundi i bllokadës është i patjetërsueshëm, fillimi i stabilitetit institucional do të bëhet patjetër shumë shpejt. Prandaj kjo krizë kushtetuese me zgjedhjen e kryetarët të kuvendit në përputhje me parimet e funksionalitetit parlamentar, edhe përfaqësimit drejt politik që do të bëhet patjetër edhe pas formimit të qeverisë unitetit kombëtar, kjo mund të arrihet. Prandaj një qeveri tranziciore është imanente, mbi bazën e konsensusit politik natyrisht gjerë ndërpartijak edhe me prioritetet në poshtme që janë propozuar nga ana Lidhës Demokratike të Kosovës. Zotri Haliti, a besoni kjo mund të jetë një agjendë qeverisë në këtë fazë kalimtare. Zotri Haliti, a besoni se ky plan prej 15 pikave i LDK-s do të përqafohet nga idetë, po mendoj nga partitë e tjera politike, bazuar në qëndrimet e deri tanishme të tyre? Sepse ka pasur edhe parti që kanë gjykuar se nuk është një propozim serioz. Një fillim i stabilitetit, duhet një funksionalizim institucione kushtetuese dhe natyrisht dhe partiakizimi i patjetërsueshëm. Prandaj një çështjeve që presin të tavolinë, ne i kemi propozuar përmes kryetarit dhe përmes kësaj strategjie dhe unë mendoj se qeveria unitetit do të merret shumë seriozisht edhe për 10 muaj do t'i përgatitet vendin për zgjedhjet e reja, pa të nxjerrë nga kjo krizë, nga ky gërç, duke funksionalizuar institucionet, duke bërë dhe zbatimin e ligjeve dhe ligjin e epokave, megjithatë duke krijuar paku emergjente për menaxhimin e krizave energjetike, duke nisur projektet kombëtare në rampor gazifikimi, projekti i gazit të centrali me gaz është i patjetërsueshëm, po edhe rindërtimi i partneritetit me ndërkombëtar, me vendet mike, me BE-n, me Shtetet e Bashkuara është i patjetërsueshëm. Rikthimi i politikës jashtme të aktive i Ministrisë për Punëve të Jashtme është imanente. Kjo është tepër me rëndësi dhe kthimi i besimit politik me BE-n dhe SBA-n. Plani juaj parashit në një periudhë kohore prej 10 muajve. Megjithatë, sa besoni që do jetë e mjaftueshme kjo kohë për të arritur këto pika, të cilat i keni paraparë në planin e LDK-s? Po mundsi një kthesë madhe më bon, një rikthim edhe një aktivitet më i madh i politikës jashtme, një rikthim mirëbesimit me vendet mike, me BE-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund edhe votimi marrëveshjeve ndërkombëtare nga ana e kuvendit të Kosovës, ato që presin në rol që janë tepër të rëndësishme edhe fundet ndërkombëtare, ju e dini që është tepër më rëndësishme që Kosova me përfitu për atyre fundeve, pastaj mund të fillojnë shumë procese, është propozuar nga ana e LDK-s edhe procesi i vetimit të sistemit të drejtësisë, fillimi i projekteve me rëndësi të veçantë. Ju e dini që një numër i madh i projekteve me rëndësi të veçantë nuk kanë filluar. Prandaj qeveria unitetit mund të heqë gjitha pengesat burokratike këtyre projekteve madhore kombëtare. Prandaj është i nevojshëm ndërtimi i unitetit vepruese dolja nga gërçë edhe nga kjo krizë. Këtu mund të ketë prioritet edhe projektet që lidhin kryeqytetin, mund të ketë gazifikimi i Kosovës projekt dhe projekte ndërkombëtare, po morret të tjera kreditime që janë të dëmtuar edhe komunat e Kosovës. Të projekte natyrisht edhe në gjenerimin e punësimit edhe zhvillimin ekonomik edhe forcimin e infrastrukturës publike. Por duhet të fillohet edhe me reformë kushtetuese në funksion stabilitetit institucional patjetër. Ka ngecë reforma në arsim që duhet vërtet bëhet edhe reforma strategjike e sigurisë dhe mbrojtjes.
vendet e tjera evropiane, ju e dini se i po ecin këtë hetim, ndërsa qeveria në tjetër mund merr edhe të bajnë një rishikim gjithë përfshirës sektorit sigurisë së mbrojtjes. Ky proces mund të fillojë më njëherë, prandaj konform dhe kompatibil me ecet përpara progresive të vendeve në rajon edhe të Bashkimit Evropian. Po edhe rishikimi i formulave buxhetit komunave do të për shkak se komunat kanë një inhibicione të jashtëzakonshme, sidomos nga kontrollat kolektive. Mirën parot pa të drejtë, komunat nuk kanë nënshkruar të kontrollat kolektive, qeveria e Kosovës. Një abrogim për rimbursim, siç është propozuar, rimbursimi është tepër i nevojshëm, më mirë sa abrogimi i asaj marrëveshje, asaj kontrollat kolektive dhe struktura buxhetore e komunave parandaluar të prishet për shkak. Dua t'ju pyes se ju përgjigjeni zërave që LDK-ja e ka bërë një propozim të tillë në mënyrë që të mos dalë parti bllokuese në syrin e qytetarit. Po ta quajsh parti bllokuese një parti që e ka vënë themelët e shtetësisë Kosovës, e pluralizmit politik në Kosovë, ankohen më të në vitet 90-89, për është themelu që partia formën në thëmë plurale që ka thyu humanizmi në Ballkan, është vërtet anakronizëm. Prandaj unë zëqëroj më mërë asë ne si LDK me këtë aspekt. LDK është parti demokratike e jashtëzakonshme që vërtet implementon demokraci, edhe është shembull vërtet edhe i bashkëpunimit dhe ndërtimit të unitetit mund të themi edhe kombëtar, sa që është dosht. Edhe në këtë rast ka bërë një propozim shumë e vend, prandaj do të rishiku këtë formula dhe edhe mekanizmat e transparencës dhe llogaridhënies do të më forcu ky shtet më në fund për shkak se për shumë që kemi devastim, shkatërim, çdo institucioni, çdo instancë, edhe thjesht vendimore ju legjitime edhe ju legale, sidomos këtë fundit. Prandaj do të kemi edhe mekanizma monitorues posaçëm, ku mund të marrin pjesë edhe shoqëria civile, edhe mediat, edhe sistem të raportimit do të vendoset. Prandaj koha fote mënyrë kushte ky propozim i LDK-s, i cili unë vedoj se është shumë i qelluar në moment caktuar, do të më mërë ndryshe, do të më analizu ndryshe subjektet e tjera dhe ata që janë skeptik, për shkak që s'ka dolje tjetër nga kriza përveç kësaj që ne kemi propozuar. Të tjerat janë breshta, të tjerat janë funksionore dhe nuk kanë gjetur Kosovën nga ky ngërç. Zotëri Aliti, dua të kaloj pak edhe tek zgjedhjet lokale, të cilat janë caktuar të mbahen më datën 12 tetor, e përkrahni idenë e lëvizjes vetëvendosje që zgjedhjet lokale të mbahen bashkë me ato parlamentare ose jo? Po ky ka qenë qëllimi tanë kur që ne kemi ditë, tash është ka dolë pa. Bllokimi edhe ngërçet donin kriju me qëllim që dy pas zgjedhjet mbohet një të kohë. Do të thotë nuk e kanë marrë përgjegjësinë mbi verdiktin qytetar në jetën e shkurtë të mi themelu institucionet edhe me çpora, në mënyrë që me kriju kushte dhe para kushte për më mbotë edhe zgjedhje lokale për shkak se vetëm komunat janë ato që momentalisht pushteti lokal nuk ka funksionon në Kosovë. Pushteti qendror është i bankrotuar thjesht. Bile funksionet janë duke u shtruar në mënyrë jo legale, jo legjitime. Prandaj qëllimi i tyre në final ka qenë që mi bëhet dy pas zgjedhje bashkë, por mos harroni me kushtetut zgjedhjet lokale, zgjedhjet qendrore. Pushtetet lokale dhe qendrore janë dy pushtete të ndora. Nuk është mirë që një pushtet demokratik i cili zgjidhet drejt për drejt nga ana qytetari mu pengua, mu i kriju inhibicione në proceset demokratike të zgjedhjeve. Mi mu përkro dhe mi kriju kushte dhe para kushte përmes KQZ-s që zgjedhjet lokale më bëjnë në mënyrë demokratike, më mojt veçmas edhe më zgjedh kryetarët e komunave dhe asamblesët, përfaqësuesit e qytetarëve që të mbrojnë interesin hollë kënaqëpor ku jeta e qytetarëve dhe shërbimi për qytetar funksionon në përputhshmëri me ligjet fuqin tas ligjin mbi veçërisën lokale. E qartë, për fund dua t'ju pyes cilat janë pritjet e LDK-s për zgjedhjet lokale, sigurisht është herë të thuhet, por dua ndalem veçmas edhe tek komuna e Vitis, në të cilën udhëheqni. LDK-ja është parti fitues zgjedhjeve lokale ku nën komuna që ju lejt suksesshëm dhe ku më shumë të numër të asamblezëve në për asamblejt komunale që të përfaqësojnë interesat qytetare, jo vetëm partioke. Kryetarët e komunave të LDK-s mbrojnë interesat qytetarëve pa dallime, por po dhe kryetarët të tjerë dorën zamër, kryetarë të mirë që vërtet kanë rezultate në për komunat partive të tjera. Prandaj këtu do ta them për shkak se kam kolegë dhe ne kemi kolegalitet horizontal, ndihmojmë mes vete i shkëmbej praktikat e mira për ndërmjet legjislacionin në fuqinë Kosovë, i shërbim qytetarëve për përputhshmëri me ligjin, por kemi probleme me nivelin qendror. Niveli qendror i pengon kryetarët e mirë dhe komunat funksionimin e vet,
me morët kompetenca, centralizim kompetenca, bordin apo zyre regionale, e kushtetuta një pushtet lokal dhe qendror, jo zyre regionale. Zyret regionale i krijojnë inhibicione, bllokime apo ngadalësime proceseve drejt për drejta të funksionimit pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. Bordi i asociacionit dhe asociacioni komuna, që është njëri prej asociacioneve më të mira në rajon i vlerësuar edhe nga organizata ndërkombëtare, vërtetja ka bërë me dije qeverisë qendrore se je ka ndërhyrë pa lehtëshëm edhe të kryu problematika pushtetit lokal, edhe ndërhyrje, mësë nej, edhe mësë koordinim, propozim ndryshimet e ligjeve, ordinesa administrative ku komunave, ku i mirën kompetencë edhe ndërhyrje të tjera, të kontrollat kolektive, reperkusionet e të cilës financiaresht po i bordin komunat. Edhe ato ditimi, besa po penalizohen, por po penalizohen atë prishja strukturës buxhetore. Jo e dini problemin e poka që kemi pas shumë komuna, tash vitinës për shembull 7.7 milion ju kanë marrë 6 muajin e kaluar edhe këtë vit. So e di Farizojt e ka qenilu Farizojt 12 milion, e di që 11 apo 12 ju kanë marrë Gjakovës e të tjerë. Është e pa justifikueshme heshtja e qeverisë dhe Ministrisë Financave në këtë rast, kur komunat drejt për drejt dëmtohen. Mos harroni se buxhetet komunale miratojnë për kuvendët e komunave, mos ne parlamenti qendror miraton buxhetin e përgjithshëm dhe kur miratohet buxheti i përgjithshëm shndrohet në ligj dhe ligji të obligon me implementuar. Mos implementimi i buxhetit është rrezikim i funksionimit vital të shtetit. Mirë. Zotri falenderoj shumë që u inkuadrua drejt për drejt në emisionin ditare. Faleminderit edhe juve, respekt. Faleminderit edhe një herë. Vazhdojmë tutje të nderuar shikues me të tjera informacione. Presidentja e Kosovës